Gjesti ulet pranë shkëlzenit, duke buzëqeshur lehtë, sikur sapo i është hequr një bar nga supet. Ai duket më i çliruar, më i qetë, dhe nuk e fsheh kënaqësinë e tij për largimin e Eglit nga shtëpia e Big Brother. Duke parë nga shkëlzeni, ai nis të flasë me një ton të sigurt, të them të drejtën, mu bë qefi që Egli doli. Nuk kisha asnjë ndjenjë për të dhe as që më interesonte fare nëse do rrinte apo do largohej. Madje, në një farë mënyre, më ka lehtësuar ikja e saj. Nuk e doja këtu, më lodhte me dramat e saj, me lotët, me viktimizimet. Nuk ishte më argëtuese për mua. Unë këtu kam ardhur për të luajtur, jo për të mbajtur mbi shpinë problemet e dikujt tjetër, thot ai, duke tundur kokën. Shkëlzeni e dëgjon me vëmendje dhe e shikon me një vështrim dyshues. Po mirë, atëherë pse nuk i the këtë gjë në sy? Gjithë kohën ishe me të, e ledhatoje, i flisi ëmbël. Tani pa pritur s'kishe as ndjenja? Pyet ai me ironi. Gjesti qesh dhe ngres supet. Më vëlla, është lojë. Më duhet ta luaja siç duhet. Ajo vetë e kërkoi. U fiksua pas meje, unë thjesht e lash të rritë situata. Po tani, më në fund, jam i lirë. Më mirë kështu, më mirë për të dyja palët. Nuk kishte kuptim më ajo histori, vazhdon ai, duke nxjerrë një cigare dhe duke e ndezur. Ai merr një frym të thellë, si për të shijuar çlirimin e tij nga ajo lidhje që për të nuk kishte pasur vlerë. Shkëlzeni, ende me skepticizëm, i thot, s'di çfarë të them, vëlla. Nëse e ke përdorur, ke bërë shumë keq. Po nëse e kishe vërtet me ndjenja, atëherë duket sikur po përpiqesh ta mbash veten të fortë tani që iku. Gjesti qesh përsëri, por kësaj here nuk përgjigjet menjëherë. Ai merr një tjetër tërheqje nga cigaria dhe shikon drejt kamerave. Koha do t'rregoj, shkëlzen. Koha do t'rregoj, thot ai me një buzëqeshje të fshehtë, duke lënë të kuptohet se për të kjo histori ka qenë thjesht një pjesë e strategjisë së tij brenda lojës. Gjesti ulet në qendër të dhomës së ndenjes, i rrethuar nga disa prej banorëve të tjerë, të cilët po e dëgjojnë me vëmendje. Ai ka një shprehje serioze në fytyrë, duke dashur të bëjë të qartë qëllimet dhe prioritetet e tij brenda shtëpisë. E them troq dhe dua ta dini të gjithë, unë nuk e vendos asnjëherë Eglin para familjes sime dhe karrierës. Ajo ishte thjesht një pjesë e kësaj loje për mua, por kur nuk ka qenë diçka më shumë. Në fund të fundit, unë kam ardhur këtu për një arsye, për të fituar. Nuk kam ndërmend të ndalem derisa të arrij qëllimin tim. Nuk më intereson se kush më gjykon apo kush mendon se nuk po veproj siç duhet. Kam sakrifikuar shumë për të qenë këtu dhe nuk do ta lë askën të më pengoj, thot ai, duke i hedhur një vështrim të prerë banorëve përreth. Rozana, e cila ka qenë një nga më të zëshmet kundër tij kohët e fundit, tun kokën e shgënjur dhe ndërhyn. Po mirë, po Egli. E përdore dhe tani që iku, thua që nuk ka pasur rëndësi për ty? Ti e di që ajo u largua në një gjendje shumë të keqe emocionale, apo jo? E pyet ajo, duke e sfiduar me shikimin e saj. Gjesti qesh lehtë, sikur nuk e merr shumë seriozisht këtë pyetje. Shiko, unë nuk kam faj për ndjenjat e askujt. Nëse ajo u fiksua pas meje dhe mendoj diçka më shumë, kjo nuk është përgjegjësia ime. Unë nuk i premtoj askujt asgjë. Gjithçka që bëj, e bëj për të mirën time dhe për të arritur qëllimet e mia dhe e përsëris, unë nuk do të ndalem derisa të fitoj këtë lojë. Askush nuk mund të më bëjë të ndihem fajtor për këtë, përgjigjet ai me një ton të vendosur. Shkëlzeni, i cili ka qenë i qetë deri në atë moment, futet në bisedë dhe e vështron me dyshim. Për mua, je thjesht një lojtar i ftohtë që nuk ka ndjenja. Nuk e di si mund të flasësh kështu për ditë me të cilën ke kaluar kaq shumë kohë, i thot ai. Gjesti ngres supet dhe qesh sërish. Lojë është, vëlla. Të gjithë kemi ardhur për një qëllim. Kushdo që haron këtë, është i humbur. Unë s'kam ndërmend të jem humbësi askujt, përfundon ai, duke u çuar nga divani dhe duke lënë pas një atmosferë të tensionuar mes banorëve. Rizarta dhe Gjesti përplasën keq mes tyre në dhomën e ndenjes, duke shkaktuar vëmendjen e të gjithë banorëve të tjerë. Rizarta, e acaruar nga fjalët dhe sjellja e Gjestit, ngrihet në këmbë dhe e shikon atë me inat, ndërsa ai qëndron i ulur me një buzëqeshje ironike në fytyrë.
Dëgjo, Gjesti, ti je akoma një fëmijë. Nuk di të sillesh si një burr dhe mendon se çdo gjë është lojë. Nuk më intereson fare çfarë thua apo çfarë bën, por dua që të më lësh rehat. Mos më afro më, sepse nuk kam ndërmend të merrem me dikë që ka mendjen e fëlliqur dhe sillet si adoleshent. I thot ajo, duke e shikuar drejtë në sy. Gjesti, i cili nuk është mësuar që dikush t'i flas me një ton kaq të prerë, qesh dhe tund kokën. Po pse je kaq e tensionuar, Rizarta? Nuk të bëra asgjë, thjesht po bëja shaka. E di që të pëlqen vëmendja ime, ndaj mos e egzagjero kaq shumë. Në fund të fundit, unë thjesht po argëtohem. Thot ai me një ton të qetë, duke e bërë Rizartën edhe më të nervozuar. Ajo përplas duart me forcë në tavolinë dhe ngre zërin, po ti e kupton që nuk është gjithçka shaka. Nuk mund të sillesh gjithkohës si një fëmijë dhe të mos marrësh asgjë seriozisht. Ti mendon vetëm për veten tënde dhe për lojën tënde, pa menduar fare se si ndihen të tjerët. Dhe më beso, as që më intereson vëmendja jote. Ti ke një mendje të fëlliqur dhe je i paftë të sillesh me respekt. Disa banor fillojnë të shikojnë njëri tjetrin, duke ndjerë tensionin mes tyre, ndërsa Gjesti vazhdon të buzëqesh, i qetë. Mirë, s'ka problem. Nëse nuk do të afrohem më, nuk do ta bëj. Por mos u mundo të dukesh sikur je më e pjekur se unë, sepse të gjithë e dim që edhe ti je këtu për lojë. Të pëlqen të debatosh, sepse do vëmendje. Unë thjesht po ta jap atë që kërkon, thot ai, duke e lënë Rizartën edhe më të acaruar. Ajo rrotullon syt dhe largohet nga dhoma, duke refuzuar të vazhdojë debatin, ndërsa banorët e tjerë komentojnë me zë të ulët për këtë përplasje të ashpër. Gjesti dhe Rizarta përfshihen në një debat të nxehtë në mes të dhomës së ndenjes, ndërsa banorët e tjerë i vëzhgojnë me kurreshtje dhe habi. Gjesti, i ulur me një qëndrim të shkujdesur, shikon Rizartën me një buzëqeshje ironike dhe i drejtohet asaj me një ton sfidues. Hajde, Rizarta, mos bëj sikur s'kupton. Që kur ke hyrë këtu, ke bërë sikur nuk të intereson fare, por e di shumë mirë që je futur këtu sepse ke qejf të rish me mua. E gjitha kjo është një lojë për ty, apo jo? Thot ai, duke e parë drejtë në sy. Rizarta hap sytë e saj të mëdhenj nga nervozizmi dhe e tund kokën me inat. Ti qenë ke më arrogant nga sa mendoja. Të mendosh se unë kam ardhur këtu vetëm për ty është qesharake. Ti mendon se je qendra e botës, por realiteti është krejt ndryshe. Unë kam hyrë këtu për veten time, jo për ty, i përgjigjet ajo me një ton të prerë. Gjesti qesh dhe tund kokën me përbuzje. Po pra, po, e dim këtë versionin tënd që unë kam ardhur për veten time, por nuk është e vërtetë. Që nga dita e parë ke tentuar të më afrosh, ke kërkuar vëmendjen time dhe ke bërë të pamundurën që të jemi interesuar për ty tani që unë s'po ta var fare, po të djeg, apo jo? Ja, kthen ai, duke e parë me një vështrim ngacmues. Rizarta, e irrituar nga fjalët e tij, ngrihet në këmbë dhe përplas duart në tavolinë. Ti je i pabesueshëm. Nuk është faji im që ti mendon se çdo vajzë këtu është e fiksuar pas teje. Unë nuk kam asnjë interes për ty dhe as që më bëhet vonë nëse më var apo jo. Mjaft më bëre të dukem si dikush që vdes pas teje, sepse nuk është as pak kështu. Thot ajo me nerva, ndërsa disa banor nisin të qeshin nën zë. Gjesti ngre supet dhe qesh lehtë. Mirë, thuaj ç'të duash, por unë e di të vërtetën. Po ta kisha dhënë vëmendjen që doje, do ishe ngjitur pas meje si gjithë të tjerat, thot ai me vetbesim, duke e lënë Rizartën edhe më të acaruar. Debati vazhdon për disa minuta të tjera, ndërsa tensioni midis tyre rritet dhe banorët e tjerë shikojnë me interes këtë përballje të fortë. Gjesti, i ulur në një cep të shtëpisë, duket më i heshtur dhe i menduar se kurrë. Prej disa orësh ai ka qenë i tërhequr nga të tjerët, duke reflektuar mbi atë që ka ndodhur. Largimi i Eglit ka krijuar një boshllëk të madh, jo vetëm në shtëpi, por edhe brenda tij. Më në fund, ai merr guximin të flasë dhe jep një mesazh të drejtë për Eglin. Me zë të ulët dhe ton të penduar, ai nis të shprehë ndjenjat e tij. Nuk e di nëse Egli po më dëgjon apo nëse ajo do të më falë ndonjëherë, por unë dua të them diçka. Nuk e prisja që gjërat do të shkonin kështu.
Nuk doja që ajo të largohej, aq më tepër për arsye shëndetësore. Ndihem keq që ajo u sëmur, dhe nëse unë kam qenë shkaku i kësaj, më vjen sinqerisht keq. Nuk doja që ajo të ndjente stres apo trishtim për shkak të meje, thot ai, duke kaluar dorën në flok dhe pshertin thellë. Disa banorë që ndodhen aty afër e dëgjojnë në heshtje, ndërsa ai vazhdon. Egli ishte një pjesë e rëndësishme e kësaj eksperience për mua. Edhe pse ndoshta nuk e kam treguar gjithmonë siç duhet, ajo ka pasur vërtet rëndësi për mua. E di që ndoshta e kam lënduar me fjalët dhe veprimet e mia, dhe për këtë më vjen shumë keq. Nuk ishte qëllimi im ta bëja të ndihej keq apo e pavlerësuar. Ai ngre kokën dhe shikon drejt kamerës, sikur dëshiron që Egli ta dëgjoj drejt për drejt. Më fal, Egli. Më fal nëse të kam bërë të ndihesh keq. Nuk e meritoje. Shpresoj që tani të jesh më mirë dhe që të rikuperohesh shpejt. Do doja që të kishe qëndruar më gjatë këtu, por e kuptoj që ndonjëherë gjërat nuk shkojnë siç duam ne. Gjesti lë kokën poshtë për një moment, duke treguar se është i prekur nga situata. Danja dhe Rozana e shikojnë me dyshim, sikur po përpiqen të kuptojnë nëse ai është vërtet i sinqert apo thjesht po përpiqet të dalë mirë para publikut. Pas disa sekondash heshtjeje, Gerta, që e ka dëgjuar gjithë kohën, ndërhyn, të vjen keq tani? Po atëherë pse nuk e trajtove më mirë sa ishte këtu? Tani që u largua e kuptove? Gjesti pshertin sërish, pa ditur si t'i përgjigjet. Ai duket i përballur me pasojat e veprimeve të tij dhe e kupton se ndoshta ka qenë tepër vonë për të ndryshuar diçka. Një heshtje e rëndë mbush dhomën. Disa banorë kthehen në punët e tyre, ndërsa Gjesti vazhdon të rrijë ulur, i zhytur në mendime, i penduar dhe i trishtuar për atë që ka ndodhur. Gjesti hyn në një debat të ashpër me Rozanën dhe Gertën, të cilat e akuzojnë hapur për mënyrën se si e trajtoi Eglin dhe për faktin që nuk tregoi asnjë shenjë pendese pas largimit të saj nga shtëpia e Big Brother. I irrituar nga sulmet e tyre, ai u drejtohet me ton të ngritur. Pse po fusni hundët në punët e mia? Ju të dyja po flisni sikur e dini më mirë se unë çfarë ndodhi mes meje dhe Eglit. Nuk doni të kuptoni se unë nuk desha që ajo të largohej. Nuk ishte zgjedhja ime, ishte e saj. Rozana, e cila qëndron me krahët e kryqëzuar, e sheh me ironi dhe i përgjigjet, a e dëgjon veten çfarë po thua? Po sikur të mos e kishe sjell në atë pikë, ndoshta ajo s'do largohej. Ti luajte me të, e manipulove, i dhe shpresa të rreme dhe tani do na mbushësh mendjen që s'ke faj? Gerta ndërhyn menjëherë, duke e parë me zhgënjim. Gjesti, a e ke parë veten se si e sjell me të? Një ditë e bëje të ndihej speciale, ditën tjetër e trajtoje sikur nuk ekzistonte. Dhe tani na thua që nuk deshe të largohej? Nëse do e doje me të vërtet, s'do e lije të arrinte në atë pikë. Gjesti rrotullon sytë dhe tun kokën, duke e ndjerë se po vihet në qendër të sulmeve nga të gjithë. Ai shtrëngon nofullat dhe përgjigjet me nervozizëm. Po tani çfarë doni të bëj? Të qaj? Të lutem, Gerta, mos më tregoni mua moral. Unë e kam thënë qartë, nuk isha unë ai që e detyroi të largohej. Ajo mori vendimin vetë. Nëse donte të rrinte, mund të rrinte. Rozana qesh me ironi dhe shikon nga Gerta, pastaj kthen vështrimin nga Gjesti. Ti je një aktor i keq, Gjesti. Ne e kemi parë të gjithë çfarë ke bërë. Por tani po përpiqesh ta bësh veten të dukesh viktim, sikur nuk kishe dorë në këtë. Bëhu burr dhe prano atë që ke bërë. Debati vazhdon të përshkallëzohet dhe banorët e tjerë fillojnë të ndjekin me kurreshtje situatën. Duket qartë se largimi i Eglit ka krijuar shumë tensione në shtëpi dhe Gjesti është në qendër të kritikave, ndërsa Rozana dhe Gerta nuk kanë ndërmend të heshtin për atë që ata e konsiderojnë si një padrejtësi të madhe. Gerta debaton ashpër me Gjestin, duke akuzuar hapur për sjelljen e tij ndaj Eglit dhe për mungesën e çdo emocioni pas largimit të saj nga shtëpia e Big Brother. Ajo i afrohet me nervozizëm dhe i thotë, ti as që nxore një pikë loti për Eglin. Ajo iku e mërzitur, e shkatëruar emocionalisht dhe ti. Ti po sillesh sikur asgjë nuk ka ndodhur. Kjo tregon se ti vetëm ke luajtur me të dhe nuk e ke pasur kurrë me të vërtetë. Gjesti, i cili është ulur në koltukun e dhomës së ndenjes, ngrit kokën dhe qesh me ironi. Pse duhet të qaj, Gerta?
Çfarë doje, të binteshi nga sytë e mi? Egli bëri zgjedhjen e saj, unë nuk kam faj që ajo vendosi të largohet. Por Gerta nuk dorëzohet. Ajo i afrohet edhe më shumë, duke e shikuar drejtë në sy. Ti e di shumë mirë që e manipulove. E mbajte afër sa të duheshin votat dhe tani po bën sikur nuk të intereson fare. Po të kishe ndjenja të vërteta për të, tani nuk do ishe kaq i qetë. Banorët e tjerë fillojnë të dëgjojnë debatin dhe disa prej tyre tundin kokën në shenjë aprovimi ndaj fjalëve të Gertës. Gjesti, i nervozuar nga vëmendja e tepërt, bëhet serioz dhe e kundërshton. Mos u mundo të më bësh mua të dukemi keqi këtu. Unë kam bërë atë që kam dashur dhe nuk i detyrohem askujt sqarime. Nëse Egli vendosi të besonte gjëra që nuk ishin të vërteta, është problemi i saj, jo imi. Gerta tund kokën me zhgënjim dhe pshërëtin. Ti je vërtet një njeri pa ndjenja, Gjesti. Një ditë do të kuptosh që nuk mund të luash gjithmonë me njerëzit dhe t'ja hedhësh kaq lehtë. Debati mes tyre bëhet më i tensionuar dhe situata në shtëpi mbushet me tension. Duket qartë se largimi i Eglit ka sjellë shumë polemika dhe Gerta nuk ka ndërmend të hesh për atë që ajo e konsideron si një padrejtësi të madhe ndaj një vajze që, sipas saj, u përdor dhe u hodh tutje nga Gjesti. Gjesti duket i heshtur dhe i menduar pas largimit të Eglit nga shtëpia e Big Brother. Ai kalon një pjesë të ditës i ulur në kopsht, duke parë përreth me një shikim të zbrazët, sikur është i zhytur në mendime. Disa nga banorët vërejnë që ai nuk është në humorin e tij të zakonshëm dhe e pyesin nëse ndihet keq për largimin e Eglit. Fillimisht, Gjesti shmang përgjigjen dhe përpiqet të duket i pandikuar. Çfarë të bëjmë, ishte zgjedhja e saj, thot ai me një ton të ftohtë, duke ngritur supet. Nuk mund të bëja asgjë për ta ndaluar. Por ndërsa kalojnë orët, disa banorë vërejnë se ai nuk është aq i qetë sa përpiqet të duket. Amber i afrohet dhe e pyet me sinqeritet nëse i mungon Egli. Ai buzëqesh me ironi dhe përgjigjet, nuk është se po e mendon aq shumë, secili zgjedh fatin e vet. Megjithatë, sjellja e tij tregon të kundërtën. Ai shfaqet i shpërqendruar, nuk merr pjesë në bisedat e zakonshme dhe shpesh herë duket sikur po kërkon diçka me sy. Edhe gjatë darkës, ai rriqet, nuk bën shakat e tij të zakonshme dhe madje as nuk ka dëshirë të debatojë me banorët e tjerë, gjë që nuk është tipike për të. Më vonë atë natë, Gjesti shihet duke qëndruar pranë krevatit të Eglit, duke vështruar boshllokun që ka lënë pas. Ai merr frym thellë dhe për pak çaste duket sikur diçka e mundon, por përsëri zgjedh të mos e pranojë hapur. Do vazhdojmë lojën, jeta vazhdon, thot ai më në fund, duke u përpjekur të mos jap më shumë detaje për ndjenjat e tij. Por banorët e tjerë nuk janë të bindur, ndoshta largimi i Eglit ka ndikuar më shumë tek ai se sa është gati të pranojë. Një zarf i kuq mbërri në shtëpinë e Big Brother, duke sjellë një lajm të rëndësishëm që trondi të gjithë banorët. Banorët mblidhen kurioztar dhe të shqetësuar rreth zarfit, duke pritur me ankth për të zbuluar përmbajtjen e tij. Tensioni është i lartë dhe disa prej tyre duken të shqetësuar, duke pasur një parandjenjë se diçka e madhe po ndodh. Pas hapjes së zarfit, njoftohet se Egli duhet të lërë përfundimisht shtëpinë e Big Brother, për shkak të arsyeve shëndetësore. Lajmi i papritur prek të gjithë banorët, të cilët ndihen të trishtuar për largimin e saj të detyruar. Egli, e cila ka kaluar shumë sfida gjatë qëndrimit të saj në shtëpi, nuk e kishte menduar se rrugëtimi i saj do të përfundonte në këtë mënyrë. Me lodh në sy, ajo përshëndet një nga një banorët, duke i falendëruar për momentet e mira dhe për mbështetjen që i kanë dhënë gjatë kohës që ka qenë në lojë. Disa prej tyre përpiqen ta ngushëllojnë dhe ta mbështesin, duke i uruar shërim të shpejtë dhe fat të mbar jashtë shtëpisë. Gjesti, i cili ka pasur një marrëdhënie të ndërlikuar me të, duket i hutuar dhe nuk di si të reagojë. Amber dhe Danja janë ndër të parat që e përqafojnë dhe i japin kuraj, ndërsa disa banorë të tjerë shprehin keqardhjen e tyre për situatën. Egli, mes emocionesh të përziera, largohet me kokën lart, duke shprehur mirënjohjen e saj për përvojën që ka pasur brenda shtëpisë. Ishte një rrugëtim i veçantë për mua, edhe pse po largohem në këtë mënyrë, e di që gjithçka ndodh për një arsye, thot ajo para se të dalë nga dera e madhe e Big Brother. Banorët mbeten të prekur nga largimi i saj i papritur, duke diskutuar për ndikimin që ajo pati në shtëpi dhe për boshllokun që do të lërë pas.
Disa janë të mërzitur, ndërsa të tjerët mendojnë se loja do të ndryshojë shumë patë. Në çdo rast, largimi i Eglit shënon një pikë kthese në lojë, duke lënë banorët me shumë pyetje për të ardhmen e tyre në shtëpinë më të famshme. Gjesti dhe Rizarta po kërcejnë së bashku në mes të sallës, të dy të buzëqeshur dhe të zhytur në atmosferën e muzikës. Gjesti duket më i çliruar se kurrë, ndërsa lëvizjet e tij bëhen më të gjalla dhe energjike. Ai duket se po e shijon këtë moment me Rizartën shumë më tepër se sa kohën që ka kaluar me Eglin. Ndërkohë që kërcimi vazhdon, Gjesti afrohet më shumë drejt Rizartës, duke e shikuar atë në sy dhe duke qeshur me shakat që ajo i bën. Ai e tërheq pas vetes në ritmin e muzikës, ndërsa Rizarta duket se e pëlqen vëmendjen që po merr prej tij. Më pëlqen si kërcejmë bashk, i thot Gjesti me një buzëqeshje të lehtë, duke e parë drejt për drejt në sy. Rizarta e sheh me një vështrim intrigues dhe i përgjigjet me humor. Më në fund dikush që e di si të kërcej mirë. Më mirë kështu se sa të rri kodh. Ata vazhdojnë të kërcejnë më afër njëri tjetrit, duke tërhequr vëmendjen e disa banorëve të tjerë, të cilët fillojnë të bëjnë komente mes tyre. Nga një cep i dhomës, Egli i shikon me një shikim të ngrirë dhe duket se nuk po e pëlqen fare këtë situatë. Ajo mundohet të mos e tregojë, por është e qartë se nuk ndihet mirë kur sheh Gjestin të kënaqet më shumë me Rizartën se sa me të. Ndërkohë, Gjesti, i vetëdijshëm për vështrimin e Eglit, zgjedh ta injorojë dhe vazhdon të argëtohet me Rizartën, duke e bërë edhe më të qartë që ndjenjat e tij mund të jenë duke ndryshuar. Danja, e shqetësuar për Eglin, e merr atë mënjan për një bisedë serioze. Ajo ka vënë re se Egli po kalon një periudhë të vështirë për shkak të sjelljes së Gjestit dhe nuk mund të qëndrojë indiferente. Me një ton të butë, por të vendosur, ajo fillon të flasë. Egli, më dëgjo mirë. Unë nuk dua të shoh duke vuajtur për dikë që nuk të vlerëson. Gjesti nuk të trajton siç e meriton, ai po të përdor dhe ti po e lejon këtë. Çdo ditë dhe më shumë të shoh të mërzitur, të shqetësuar dhe të lënduar, dhe kjo nuk është ajo që ti meriton. Egli ul syt, duke mos ditur si të përgjigjet menjëherë. Ajo e di që Danja ka të drejtë, por ndjenjat e saj për Gjestin e bëjnë të vështirë që ta pranojë. Danja vazhdon me tone më të ashpra. Ai po të manipulon, Egli. E di që ti e do, por duhet të kuptosh që ai nuk është i sinqert me ty, ai të trajton mirë kur i duhet, pastaj të lë mënjan kur nuk i duhesh më. A nuk e ke vënë re si sillet me të tjerët, si luan lojën e tij pa u menduar 2 herë? Egli pshertin dhe më në fund flet. E di që ndonjëherë më bën të ndihem keq, por nuk mund të harroj gjithçka ka ndodhur mes nesh. Unë ende shpresoj që ai të ndryshoj, që të më trajtojë ndryshe. Danja tund kokën e zgënjur. Po për sa kohë do të presësh? Ai nuk do ndryshoj, Egli. Ai e ka treguar kush është. Dhe e vetmja gjë që po bën është që po të shkatëron emocionalisht. Të paktën respekto veten mjaftueshëm për ta lënë pas këtë histori. Ti nuk ke nevojë për dikë që të bën të ndihesh kështu. Egli duket e lëkundur. Ajo e di që Danja e këshillon për të mirën e saj, por ndjenjat e saj për Gjestin e bëjnë vendimin të vështirë. Danja vendos ta shtyjë më tej, më premto që do e mendosh seriozisht. Nuk dua të shoh të lënduar çdo ditë. Ti je shumë më shumë se sa një vajzë që pret vëmendjen e një djali që nuk e meriton. Largoje Gjestin nga jeta jote dhe jeto për veten, jo për të. Egli e shikon me sy të përlotur, e prekur nga fjalët e Danjës. Ajo e di që shoqja e saj ka të drejtë, por pyetja e madhe është, a do të ketë forcën ta lërë Gjestin pas një herë e përgjithmonë?